emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që në ndishtë të ndëruar, shikua, sonde kam të ftuar një musafir, vërtet besoj të veçantë, jo vetëm për mu, për studion e televizionit Arbëria, por dhe me interes dhe për publikun, se kush është ai, musafir që do ta prezantoj pas pak, fillimisht me lejoni ta rikthejmë në mendje një prej videove të legendarit të luftës shqiptare, të Huçikës, komandant legjendar Adem Jashari, në vitin 95 teksa fliste nga oda ati për pritjen e madhe të rezistencës që pret Kosovën përballë tiranisë së forcave të Miloševićit. Ta ndjekim këtë video të komandant legjendar të Huçikës të vitit 95 dhe e prezantoj pa humbur kohë musafirin pastaj. Ndryshe se i kom thonë Qiqaric dhe atetur, e jo atje ku ka thonaj. Dëshira jam është Qiqaric më taku me ta se jo Shqipnije në përëndim atje. Falja ka dhaj, yrej ati vitin e ri, kam dëshirë një mirë, edhe për ta, për familje. Por dëshira jam është sa ma shpejt me konë Kosovë këtu. Shumerat kanë kalu për lisit rrëjt salmujt vjashkullin. Adem Jashari në natën e ndrimit të motëve me 31/12 vitit 1995 prezantoi me interes Idris Mehmetin, veterani ushtrisë ligjare të Kosovës, lëvizjen në Mërgim në vitin 1994, ndërsa komandant legjendar po e ftonte atë e atakomin Qiqavic jo në Mërgim. Faleminderit për prezencën, zoti Mehmeti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi e imi atë jam musafiri juaj. E nisu me komandant legjendar në rrethonat e kohës, kur po ju kërkonte të takoheshit në Qiqavic dikun, jo në Mërgime e në vende tjera. Po. Si e njohët komandant legjendar? Komandant Ademin fillimisht e kem pas edhe mik shtëpie. Motra e Ademit edhe qika halës time kanë qenë kunata. Kanë qenë të martume në familjen Veliaj të Poljacit. Dhe më thonë, kemi fillet e njohjes janë që nga miqësia familjare. Mirë po afërsin me Ademin e kam kriju krejt ma vonë. E kam kriju në ditët më të vështira kur përballej Kosova, atëherë kur ajo pak autonomi që e pat e hoqën me forcë, me zinxhir tankëshe, e hoqën strukturat politike të Miloševićit dhe filloi masivizimi i kërkesave për ndryshim të gjendjes, kështu që në balë të këtyne kërkesave, falni, ka qenë në Drenicë Adem Jashari me grupin e tij. Dhe kjo më ka ofru shumë ma shumë se sa miqësia që kemi pas edhe jemi njohë, do më thonë si miq, po me njohë si veprimtar, na ka ofru fillet janë këtu të 89. Nga vitit 89 vitit 89 e kënej. Në vjeshtën e 88-ës, jam i sigurt apo pranvera e 89-ës, Adem Jasharin të unë shpinodën time e ka prun komandanti Krasmirovs të Skenderajt, Jakub edhe Adem Nura. Ademin e kam nip djallë halë, ndërsa Jakub Nurën e kisha shok. Edhe kishin ardhë bashkë me Ademin në shpinë time. Atë ditë, ardhja atyne ka qenë, do më thonë, fili i bashkëpunimit i veprimtarisë adhetare ilegale me këtë grupë. Do më thonë, kishin marrë 2 ekzemplar të zërit të Kosovës. Edhe kush po jep të detyra këtij grupi? Ju kujtohet? Ma përpara nuk din nga i kanë marrë detyrat. Nga 89 akte kur ke filluar të njohësh në pikpamje të aktiviteteve të vendit. Nga 89 akte unë di që Adem Jashari ka pas kontakte me veprimtarinë adhetare ilegale. Me lëvizjen popullore të Kosovës. Kështu kom pas informacion për shkak të sigurisë, kur nuk jam thellu asun as ai me bo pyetje
me mësu e gjëra. Nuk e keni pyetur njëri tjetrin atëherë. S'kam dashur. Sepse ju ishit burgosur me pasën atë Dëmdëmaçi me nderin e kombit. Realisht, ishit në vitin 1975. Grupi të burgosurve, qindrat burgosur që ishin ndarë në grupe mbase në vuajtje të dënimit e tjera dhe në shpallje të dënimit realisht. Por ju ishit përveç familjari, ishit njëri besës për Basen Adem, apo? Jo veç aq, Basen Adem ka pas më simpatikur mund për këti grupi. Po thëmë edhe Basen Adem Demoqi, po. Po, Basen Adem Demoqi, për këtë po thëmë edhe une. 75-ën, veprimtaria adhetare ilegale kishte edhe ma përpara, kishte bo shumë aktivitete me çka i kishte të merru pushtetarët. Dhe po bëj fjallë për grupin revolucionar, të cilin e kanë drejtue Kadri Osmani dhe Gjafer Shatri, Mehmet Ajrizje, Hydet Hyseni, Kadri Zeka e tjerë, Recep Mala. Në ndërkohë, disa nga këta grupit parë, binë në burg, pjesa dërmuse mbetet jashtë se nuk zbulohet nga të arrestuarit. Në burg binë Gjafer Shatri dhe Kadri Osmani, Jashar Alia, Met Shatri. Unë e kësoj, atëher isha akoma fmi. Ato vetëm qa kisha dëgju për mes... Sa vjeqit që? 17 kam qenë kur janë burgos grupi i parë. Tani, në dhjetor të 75-ës, pjesa e grupit që kishte mbet jashtë, kanë organizu një akcion tepër të madh dhe kanë shpërnda trakte në konviktet e studentëve në Prishtinë, natën mes 23 dhe 24 dhjetorit. Ka qenë aksionat që madh sa e ka të mërru e udben. Nuk i harron asnjëherë ato. Kur, asnjëherë. Po ti thuar sot dikujt që kom shpërndar trakte parolla, nuk i bëm sot përshtypje askujt, por në rrethonat e kohës ishte vështirë. Jo, m'fal, unë nuk kam shpërndar kësaj radhe trakte. Unë nuk du me marr hisen ku nuk e kam. Po kanë shpërnda grupi që kishte mbet jashtë. Dhe ata kanë qenë 5 persona. Kadri Zeka, Recep Mala, Hydet Hyseni, Hilmi Ramadani ishte? Hilmi Ramadani edhe Ganis Shkla. Këta 5 persona janë që i kanë bo aksionin e madh, me cilin aksion e kanë të merrue UDB-n edhe pushtetin edhe të Kosovës, po edhe ma larg. Tani, për të dëshmu se po bojnë punë politika e Kosovës, për të dëshmu para Titos edhe para strukturave shtetërore, kanë marrë një aksion gjërë dhe kanë burgosur, unë kam pas mendu se kanë marrë dikorat 300 veta. Tash kam dëgju në shumë raste, nga të tjerë se kishit e qenë numri dikorat 500 veta. Dhe... Nga ajo mosh nuk e ndalur asnjëherë. Ja, mo këtu, ata më kanë shti. Unë nuk kam ditë realisht me full drejt, nuk kam ditë çka është detyra ime sa të rrit në sa të bëna burr. Më kanë mësu vetë UDB-ja. UDB-ja ju mësoj? Po, më kanë mësue. Me torturat që na i bënën pa bo kur gjo, më kanë bindë që unë duhet gjithë shka me bon, me dalë për këthetrave tyne, jo veç unë, po unë edhe popullim. Tani, mund të flasë se si ka ra në gjurëmet mas pari UDB-ja që unë jam diçka dhe bëj diçka. Në të vërtet, halos bëja kur gjo. Po. Kush ju dekonspirojë? Isha në Zancë në klasën e 2 të shkollës mesme teknike në Prishtinë. Banoja në konviktin e shkollave të mesme. Atu banonin edhe në Zancë serb. Një nga serbet që kur që arra jemnin Slavisha e ka pos, shkru të parola në muri Zhivjo Ranković. Edhe unë për të kundërvu Slavishas, jo se isha najfar nacionalisti, ose i organizum dhe se e dija që do të duhej me umor me këtë fush, po për ta zhvendos parollën e Slavishës, ku shkruan të Zhivjo Ranković, unë e kisha marru në teknikë në shkollën e Pyk, nga plumbi, si kur kjo afërsisht, dhe me një goditje e fshija parollën e Slavishës e pushtë të shkuja Arnoftën Verogja. Aty shkuja Arnoftën Verogja? Klasën e 2 të shkollës e mesme në Prishtinë. Vërdet? Po. Tani, kjo parollë u ka ranë sy mas pari organeve të konviktit, drejtorit më saktë. Më bje keq, për më duhet mja thonë emnin. Qamil Demjoha. Ai i ka thirë organet e UDB-s për çka nuk kum dit atëherë, por e kom mësu ma vën, e kanë fotografu parollën, jo i herë, ato kom po disa herë,
Po njën nga raset ka dal deri te supozimi mund tjetë Idrizi. Më kanë thirrë në zyre dhe më ka tha, a më shkru një konkurs se më ka prish makina e shkrimit. Isha edhe i ri edhe naiv sa dush. Është doshtë më kap antena mu që këtu, 2 civil atu, prezent, edhe une e marrë shkruj konkursin që shumë dikton drejtori. Në krahasim të shkrimit e kanë marrë vesh që une po bëj diçka. Tani, kur ka ndodhë burgosja kjo e grupit madh, e këtyne rreth 500 vitave, e kanë përpunu mirë, shumicën i kanë shu, do i kanë ra, do i kanë dënu për kundërvajtje, neve në kanal një 33 persona. Grupi i parë me në krye Bacën Adem Demoqin, ishin 19 vetën, cilin grupë bënd të pjesë edhe dëshmuri Recep Molla e Iska Strati, e të tjerë. Grupin e dytë, të cilin në krye të vuën Adem Rukishin, isha e dhonë, ishim 12 veta gjithsejt. Ju u votët e burg për shkak se kishte shkruar në Rhoxha. Atëherë s'm kap ke burgu se isha... Po si unë daluat 17 vjeç, pra. Isha i mitur atëherë. Këta kanë prit dhe i kumë bo 18 vjetë, edhe më kanë gjujt me grupin që u arrestu për shpërndarjen e trakteve dhe parullave në konviktit e studentëve të Prishtinë. Tani, grupin e parë e kanë dënu nga 4 vjetë deri në 15 Bacën Adem, grupin e dytë nga 1 vit e 6 muaj deri në 9 vjet Adem Rukishin. Por, si që thash, shenjat e para dalin nga konvikti i shkollave të mesme të drejtori Qamil Demjoha. Tani, kisha kalun vitin e 3 në Drenas, në shkollë teknike. Atje me ishte bërë hije arkitekti i burgosjes e grupit të dytë Adem Rukishit, Udbashi Ajet Istoku. Ai më kanë ndjek mua ndoshta 2-3 javë, mund tjetë edhe ma shumë, nuk e kam iden, por mund të them, një 10 herë jam kthy me përshëndet, se më ngjante me një të njofshëm. Mirë po kur ofrohej krejt afër, e humb të shikimin, nuk jep ke rast me ditë cili është qa ka dënë ky, e tjera. Edhe e mora vesh që është njeri i UDB-s kur me arrestuan. Ditën e parë, në sekretariatin e punëve të brendshme në Prishtinë, njeriu në parë, më qitën për para Ajet Istoku. Njeriu i cili më kishte ndjek me javë të tëra, tash më del me punë në sekretariat punëve të brendshme në Prishtinë. Më kjo është filli i asaj ku futem në rrugën e cila mos më pa trasu e vetë UDB-ja, nështë as kisha dit me gjithë. Pavarësisht që kam dëgjue pa drejtësitë, dhunën e luftret e tjera, ndoshta as kisha dit me gjithë këtë rrugë, sikur të mos më trason të vetë UDB-ja. Sepse? Mbi grafologjin juve, grafoskopin, juve ju identifikuan se ju e keni shkruar në rrugë. Absolutisht, se atë parull... Dhe pritë një vit që ju... Ti bëjt 18 vjetë edhe të më fusin me grupin i cili veprante e me cilin grup nuk e kisha asë një lidhje. Që është të vërteta me grupin e Dërnicës jem njoft edhe jemi shoqnu. Ti kishe reaguar vesh për shkak që kishe parë një nxënës aty që kishte shkruar për Angovicin aty? Po, absolutisht. Kjo ka qenë revansh, pse ai po e dënë. Bacën Adem? Bacën Adem e mësova aty tani. Kisha ndëgju për emrin e ti, që është të vërteta në shpitime, në odentime. Kisha ndëgju babën tim ka e përmen Adem Demoqin. Se është arrestu 2 herë. Bacën Adem, po ju të regon të Bacën Adem në gjoha? Ja, atëherë se kam njoft. Ja, atëherë Bacën Adem nuk e kam njoft. Bacën Adem e kam njoft nga burgu e Tutje. Mas daljes nga burgu. Cili ishte përjetimi kur e pa në burgu Bacën Adem? Kishte ndëgjuar për të me herët? Kisha ndëgju qëshja. Kisha dëgju. Edhe që është të vërteta shumë për Bacën Adem, mu nuk më pytnin, e ishte e rëndësishme, mu më qitë komën të grupi i parë, e tonë përpjekja e UDB-s në raport me mu ka qenë përpjekja me më bo dëshmitar. Kur nuk e kam pranu me u bo dëshmitarin, këthy më kanë bo të akuzuar. Sa vite u dënuat? Një vitet e 6 muj, 18 muj. Vetëm për grafitin atë? Vetëm për grafitin, se me 74 asë një punë nuk e kom bo. Dhe vetëm në problem, vetëm në punë përpjekja është bo, me mbo dëshmitar të mësusit. Pasi vuajtë dënimin, gjëbërë pastaj? Pasi vuajtë dënimin? Një kohë gjatë kam provu me vazhdu shkollën, nuk më kanë leju me u regjistru.
Prishtinë, në Skenderaj, Drenas, në Bilic, Mitrovic, s'ku mujtë mu regjistru me vazhdu shkollën kërko. Ka qenë një profesor e jo Bilicit, Ekrem Bislimi, i cili kishte përcjell gjykimet tona. Edhe kishte informacion sakt se si kemi kalue edhe hetimet e të mërshme, edhe e thamë gjithmonë me faqet bardhë, se me hy dur të aty në kriminelave e me dalë me faqet bardhë nuk ka qenë e letë. Sot kë e akuzën me shumë shqiptare që... Moj me thonë, një kriminel ka qenë serb, një goran, një serb, shumica absolute ishin shqiptarë. Shumica absolute të udhbashve ishin shqiptarë. Ke takuar në rrethana paqe ndonjërin prej tyre? Kam takue filmës daljes nga burga jeti stokën. Dhe? Arkitektin e burgosjes të grupit të Drenicës. Edhe u befasu që s'pëdu me i folë. Si? Ati i erdhe që di se si, unë nuk pëdu me i folë. Kish pas prit me shku me ka për qafe si duket. Jemi pa, do më thonë, nga ajo... A jeti stoku nga Drena, si? Vinte, po, aj vinte nga këtë drejti, më shkaja drejti, rrugës. Në gjven? Në Drenas ka qenë, fshat ka qenë Drenas e atëherë, shumë i vogël, një rrugë në qendër se ty ka qenë. O, Idris, ke dalë? Thash, po, bre, kom dalë. A ne asë dërë me më fola? Thash, ty me të folë. Tha, pse? Thash, ty që ma kesh katru jetën me të folë. Thash, harrua. Tha, me ndo që jam unë, që isha unë aj, tha, e kom me dalë gjeti. Thash, unë e di, sepse për një me, një 3 javë ditë mas paktim ka përcjellë si hije. Si kur hije. Aj. Kur na arrestuan këtu, ditën e parë, një rivën e parë, ma qëtën për para. Unë isha këthy ata me përshëndet 100 herë, tu mendu se ka qenë Sali i Bishi i Klinës Dogagjinit, i cili ma ka nda bursën me kry shkollë. Dhe unë u kthesha me përshëndet për Sali, kur ju afrasha afer kjo orienta ka krejt në gjeti, thu se s'ka gjo me mu. Gjatë hetimeve, so herë më kanë rrahë fort që më kanë skorru në gjak, kur ju më shku me pastru gjakun, a jeti stogu atë. Vetë me dorë shmë A ke falur atë? Unë ja kisha falë për zemra që ka falë kërë. Ka qenë arkitekti burgosjes time edhe të shokëve të mi. A jeti ka qenë arkitekti. Edhe s'ka kërku falje kërë. Thashtë se këm pasur fajnë, tjetër kush ka pas fajnë. Për ju, që keni vuajtur burg shqiptarët, këshin përgjithësinë kryesore. Absolutisht. Që po zbatonin politikat. Absolutisht. Ata janë akoma më të këqi se para autonomisë 74-ës. Unë kam nejtë me plot shok që janë gjyku para 75-ës. Ata nuk spjegojnë për torturat mizore që janë ushtru ndaj grupit tonë. Kanë pas edhe ata tortura, por jo se kur që i kemi pas një grupi 75-ës. Ato persekutime, gjatë hetimeve... Tortura të mërshme. Torturat të mërshme. A ju përcjellin edhe sot, teksa shpejt në bushni edhe 70 vjetë? Me thot drejten... A i keni harruar ato? Jo me më harruar të sarruar në kur, po në një farë forme i shmongi vetë të kam dëshirë me i kujtu, për faktin se kanë qenë shqiptarë. Edhe kjo më dhemë, të ka do drejtë. Sepse ka qenë autonomia e 74-ës, me cilën kanë mujtë me i kry detyrat shumë më ndryshe. Po këta për të treguar shumë të vullnetshëm, kanë keq përdor ligjin që kanë miratu vetë. Ligjet, drejtësin që ata vetë kanë miratu, e kanë keq përdor në mënyrën më të mërshme. Tortura mizore. Ty kujtohet në i fjallë, qëfar po kërkonin nga gjatë hetimeve, qëfar po ju thoni, qëfar po kërkonin? Pak të ne kërkim falje, ta këshin po këta gjatë hetimeve në atë kohë. kohë, Gjatë qëfar hetimeve po ju thonin, qëfar po kërkonin nga jo? Fol. Me forcën e... Fol me ke qenë, me ke e organizu, cili është qëllimi e tjera tjera. Të unë personalisht. A u ashoshin Shqipërinë? Absolutisht Çfarë Shqipërinë. po thonë, ju kujtohet në fjallë? Gjithsesi. Ja, fjallë banale, vjen keq me i tho para ju shë para kamere. Nonën e djelin e zotin e tjera. Shqipërinë po se po. Po që ja. Si ishte jeta pas burgut deri mbitet 89 kur u shem dhe ajo autonomi nga ona e Miloševićit që i rrëdhon shumë në gjithë Jugosllavinë.
deri me 23 mars të vitit 1989. Jeta pas daljes nga burgu nuk ka qenë e lehtë. Apo a e kishe derën hapur për të u integru, për të punu, si ishte jeta e juaj edhe familjes? Mu më vjen keq, po është më mirë me u thonë se me majt mbyllët. Ka pas shumë njerëz edhe të afërt që iknin, largoheshin, nuk pranonin me u ofrue. Domethënë kishin, jam i sigurt, nga friga, por ato duhet të ishte kaq e madhe friga e atyre që nuk kishin psue, edhe ata nuk e dinin çfarë kemi psu ne. Po, djali jam një nga të parë që kemi qitë tulla në formimin e klubit Veronikelit. Shok të futbollit iknin prej meje. Iknin s'dojshin me u pa me mu, s'dojshin me u përshëndet me mu, sepse shumë të afërt. E tjera. Dhemshme janë, po nuk është mirë shumë me u zatë rreth tyne. Mos na morrin shumë minuta. Po ju pengon kjo, gjithë këto vite ju ka penguar. Mas shumë ti më pengon njeri i cili s'koj ga që kur më kërku falje, a është dosh me thos pakut, më falë brese edhe në bona gabim. Ka qenë dëshmitar, e di që dhonë që e kanë bon, jam i sigurt, me dhonë e kanë bon, por tash, kishte mundësi njeri ju me u tërhek. Në qizmen tonë, në mëj me thonë gjithë shka, po se të ma heqë qizmen për i gërklanit, unë kam me thonë vetëm të vërtetin. Kishte këtë mundësi edhe aji, po nejse, zdu me për me nëmnin. Petina m'vjen gardi, kër e shoh, s'ka gjithë fuqi njëherë me thonë falë se... Po e ndjenit vetën në mënyrë se tjetër të lëqitur. Nga shoqëria, edhe nga ata që base nuk po besonit fare se mund të sillen ashtu, të mbyllin njënin sy, të mos miqasoshin me ju, të mos se kishit shansin për të jetuar si të tjerët në rrethonat e kohës. Absolutisht. Ishin të rënda ato vita, po? Ishin të rënda, qyshja, ishin të rënda. Ishin të rënda edhe për faktin se me atë qëndrim, me japnin me kuptu që liria është largë. A din kur e kom ndryshu mendimin në raport me ata Mirano, me ata të ligjë. E kom ndryshu mendimin kur është mush Prishtina, demonstrus për gjitha viseve të Kosovës, edhe kërë për të parën herë e kam dëgju parullën jemi shqiptarë si jemi Jugoslavë. Vitin 81 thu? Unë që kam qenë 81 këto, e kam dëgju në 88-ën. Po pej 81 dhe 88-ën kam bretru një atmosferë shumë e ligë. Shpes thonë se, a? Ka fillu në 81-shin, demonstratat e 81-shit e kanë bo një vepër jashtëzakonisht madhe, sepse na u martoheshin shqiptarët me serbe. Filloj epoka e integrimit, po. Të 81-shit, pranvera e kuqe të 81-shit është aja që ja ka qelë sytë shumicës të populatës. I ndali martesa, thu, viti 81. Ndalje martesave ka fillu nga 81-shit, po ka morë fund 88-ën. 88-ën e tuti, mund tjetë taj rast. Ishte rrezik ky, ishte projekt serb? Absolutisht. Që të krije dhe martesa me shqiptarët? I përpunum detale me shkollë, projekt serb për asimilimin e shqiptarëve. Edhe në 88-ën e kam dëgju live. Njërin prej figurave komuniste të kohës, thot që në ngjarjet e vitit 1981 kanë stopuar zhvillimin e Kosovës. Çfarë përgjigje keni? Po ai që është duhet thot, ai se të thot ndryshe, ti je sigurt dije që po gënjen. Çfarë keni për Azem Llasin? Nuk kam mendim pozitiv, pa morë parasysh, ma vonë e kanë rehabilitu. Ka qenë një prej udhëheqësve që gjatë udhëheqjes tina e në bo krimin nga më të ndryshme, vrasjen e përburgje, vrasjen ushtri, çka nuk ka ndodhur me tritë e Kosovës në udhëheqjen e tij. Nuk e kanë fuqizu, jo se kanë fuqizu, se kanë respektu kushtetutën e 74-s, se lene ma me fuqizu atë. E thash, kur e kom një parullën, jemi shqiptarë, jemi Jugoslav, edhe nonat tona heroina, si janë makina janë të rëbnesha heroina. Atëherë e kom ditë që s'ka fuqi që e nalë fitoren tonë. Jam po i bindën. Dhe një pyetje për këtë epokën e persekutimit politik nga regjimi i kohës, që
ka vënë zbatim tortura të tmerrshme ndaj gjithë kontingjentit burgosëve politikë të viteve të hershme, që ngrenin zërin, po kryen ngriteshin për të drejta dhe barazi të shqiptarëve, drejta dhe liritë themelore njerëzit, edhe politike, po se po. A keni pritur që Kosova në gjithë këto 25 vite, si të qoftë në kuvend të Kosovës, në tempullin e demokracisë, Zoti Mehmeti, të dënoj me një rezolut krimet e komunizmit, që nuk e ka bërë në gjithë këto 20 vite. A do duhet Kosova të dënojë krimet e Po komunizmit? mendoj ata që janë përgjegjës duhet me ngrit pati kundër atyre që nuk ja ka dalë me bë ligjin e lustracionit, siç po thuhet. Te e sheh që janë shumë zëshëm edhe nuk skuqen hiç ata që kanë bërë gjinohet më të mëdha gjatë asaj periudhe. Dalin ball për ball e zonë krye vendin edhe se kanë kohë hiç atë mohabet. Ligji do t'i sqarante të gjitha, për secilin, për mua, për tjetrin, për ty, për secilin. Pse ja? Mirë, por nuk ka ndodhur, është keq. Mendoj është gabim. A do duhet sipas jush kuvendi për te ligjit për lustracion, kuvendi Kosovës nxjerrte një rezolut nëpërmjet të cilës do të dënonte krimet e komunizmit. Kuvendi Kosovës si organi, institucioni më i rëndësishëm sipas kushtetutës Unë tonë. mendoj është dashur. Nuk e ka bërë këtë Nuk e deri ka tani. bërë. Është dashur ta bëj patjetër. Pse mendoni që nuk ka ndodhur kjo? Është edhe më po është fakt, sepse shumica, nëse ata janë plakë, disa dhe kanë vdek, nuk jetojnë, janë bitë e tyne, që i kanë zohë kryqet edhe nuk lanë, janë, me keqardhje thamë janë shumicë. Klasa politike atletare gjithmonë ka qenë pakicë absolute. Edhe ajo nuk mundet asnjëherë me ja dalë, me i bon gjërat të cilat janë të nevojshme, bile janë të domosdoshme. Ligji i lustracionit është gjuna mos me ndodhë. Pse? Le dihet kush çka ka bon. Mirën të mirë, të keqen të keqe. Kush do qoftë ai. Edhe hala ma keq i nxjerrin pengesa ardhmërisë. Politikanët kanë trashëgimi nga komunizmi për atë Absolutisht. arsye nuk e bëjnë. Një Unë- rezolut për t'i dënu krimet e E komunizmit. kam bindje, shumica janë nga dbet e asaj klase politike të cilët nuk lejojnë me dëpërtu kjo iniciativë. Në Kosovë nuk janë të rralla dhe diskutimet që bën edhe gjenerata re, dhe jo vetëm gjenerata re, gjenerata juaj, që ka punuar në institucionet sistemit Jugoslav në rrethanat e kohës, ku lavdërohet për një jetë më të mirë që kishte Kosova në ato vite, sa që ka tani Kosova në liri. Jo, s'është e vërtetë. Nuk Lavdërohen, ata thojnë, Ishte më mirë atëherë Po, se sa pra, që tash. e thonë se ishte për dike ma mirë, A po ju nuk ka ishte për Kosovën. ka ndodhur të përballeni me? Si keni reaguar? Nuk ku mujt me përballu me të thot drejten. Kudo që ka ndodhur kjo, unë e kam kundërshtue me fjalë të tërsa s'kam pas çka baj, por me u pajtu asnjëherë, po si pas ka qenë më mirë. Në Robni, i okupum. Ka orë polici, kur ka dasht, ka përkome në jargan, edhe të ka quë, ka kry punë që ka dasht. Po bisedova me këtë grup shoqënor bisedat. që kishte jetuar mirë në sistemin Jugoslav, s'kishte pasur kriza ekonomike fare, kishte lëvizur kado që kishte bërë plane. Po bisedova me këtë grup, thotë që ata ishin të grup nuk kishte drejta politike, por kishin jetë mirë. Jetën e mire kanë Çfarë pas vetëm përgjigje ata ki? që kanë udhëheq Kosovën. Çfarë përgjigje ki për këtë grup trutharësh, me mendje, kaq të reduktuar mbi konceptin e lirisë? Do të ishte mirë me shti trunin në funksion e me uskuq pak. Mirë do të ishte për ata, jo për ne të tjerë. Nuk është problemi që i kanë shkaktuar një Të klasë mendosh politike ose një Të gjenerat. mendosh sot, zoti Mehmeti, se shqiptarët kishin të drejta kolektive, individuale edhe politike po se po. Në vitet e rënduara të Jugosllavisë kohës, është mjeruse, është e pafalshme. Absolutisht. Por që po ndodh? Pasoj e kujt është kjo sipas jush? Pasoj atyne që kanë punu shumë ma shumë se na, për mirëqenin e tyre, për pa interesimin për ecjen e vendit për para, por ecjen për para të grupit
udhëheq të asaj klase politike, qaqmo. Ne jemi vend liberal, zoti Mehmeti. Vend demokraci liberale, ku liria e mendimit është e garantuar dhe për vlerë shumë të rëndësishme për demokracinë, por edhe ky lloj mendimi gjen vend në habitatin ton, ku jeta në Jugosllavi ishte më mirë dhe nuk janë të, po them, nuk janë të shpeshta, por gjen asnjë lloj diskutime që të shkaktojnë neveri. Dhe sigurisht ju që keni përjetuar dhunë, ju shkaktojnë 100% më shumë neveri. Absolutisht të neverisin qëndrimet e tilla, por ja që mundësia për t'i shmohu, është e vogël, mos më thonë, nuk ekziston, është e vogël. Janë shumë ma shumë, janë nxehshëm. Ata janë ma shumë, ky lloj mendimi duhesh ma shumë Kosovë? Janë shumicë për fat keq, ata, jo populli thjesht s'di kur gjë. Po njerëzit që janë në krye të partive, të institucioneve, kanë nxorrë kryqet më përpara se ata që kanë ardhur. Vinë nga ajo trashëgimithu, nga ajo lloj mendësie. Mendoj që po. Edhe për këtë arsye është të rëndësishëm lustracionin. Ku ishte? Lustracioni kish mja kallzu vendin se i cilit. Edhe kishin me uskuq, mërë me bo pak yrësh që janë të bo, kur ta kishte në msjedull letër njoftimin me po edhe njën edhe tjetëri. Do shta bashkë bëhmëtarët tuaj, s'po i thomen, ata i rehabilituan. Është vërtet, nuk janë pa foje. Nuk janë pa foje, as shokët e mi. Ason edhe unë mund të kem në i faj sigurisht që po... S'po thom që njështë ta marrin ligjin e duart të tyre, por që të rehabilitohen dhe të shien si elita e shoqërisë, një grup shoqëror që kishte vend zbatim masat e represionit të dhunës ndaj shqiptarëve. Vetëm pse kërkon liri e drejta politike është. Si le themi kësaj? Ka apo shkon kjo shoqëri? Mesmi tek njoja me Adem Jasharin se mbyllëm kapitullin e burgosis tuaj, vitet e rënda të Burgos, shpresën që patët gjatë viteve të gjitha, me gjitha të kur dëgjuat atë të thire se një shkëndi shpresë është. Vitet e 90-a njoja me Ademin jo nga raporti vetëm familjar, po edhe ilegale në rrethonat e kohës. Ju tha që Adem Jashari ishte në lëvizje ilegale, sepse ka nga LDK që thonë se ishte me zotin Rugova, ata i kishin dhënë detyra për të shkuar në Shqipëri për ushtrime kështu me radhë. Keni ndonjë përgjigje për këtë periudhë? Unë personalisht jam shoqëru me Adem Jasharin akoma pa lind LDK-ja. Edhe unë kam qenë LDK, një kohë. Por akoma pa u formu LDK-ja, Adem Jashari më ka pru në shpinë time, në odën e babës tim, më ka pru 2 numra të gazetës Zëri Kosovës. Dhe ato gazeta i kanë bajt njerëzit e organizuar lëvizjen popullore të Kosovës. Ata janë mundu përmes propagandës, përmes mjetëve që i kanë disponu, me fitu bashkë veprimtar, njën nga ata personalisht e unë ka ardhë Adem Jashari me Jakub Nuren edhe Adem Nuren. Cilin bet, 90? Kjo ka qenë... 92? Jo, 89 ma ka pru Zërin e Kosovës në shpe, Adem Jashari. 89. Krasmiravt. 90-ën tënë që ja kemi njës me full me se i cilin, po tash, deri në 90-ën i kemi mshef letrat, gazetat, komunikatat. Unë e kam pas vlau në Zvicër, edhe unë kam qenë i organizum në ilegale. Nuk i kam taku LPK-s jashtë vendit, sepse unë isha mrena, po që ato gazetat që jenë shtyp atje, që ato komunikatat, që ato trakte, vlau im që ka shku në 82 në Zvicër, mi ka prun deri në Kosovë, dhe në shpe. A ju kujtojnë në një diskutim me Adem Jasharin? Ademi nuk ka qenë shumë kështu me lafe, ka pas orientim fuqizimin e krahut ushtarak. Nuk mendon në asgjë tjetër? Ai, partia e Adem Jasharit ka qenë pushka. Ka shpërda gazetat LPK-s, Zërin e Kosovës. Në Drenis? Rruga Liris, ka qenë po, në Drenis, mu gallo personalisht, edhe mas 89-ës.
ka qenë në ato fillet e para. Si edhe njerë, Adem Jasharin pas vitit 79 ka shpërnda? Jo, 90 tash. 90, po, atë po, 89 po. 89, 90 e kënej. Tani, kur është formu LDK-ja, edhe Ademi ka qenë me neve. Nuk ka qenë partizani LDK-s, por ka qenë me njerëzit e thjesht, sepse në fillim... Ishtë një divizje popullore, po. Absolutisht, duke qenë edhe në ilegale. Edhe unë jam njën nga ata që kam besu shumë, që duhet me bo një kombinim i veprimtarisë ilegale dhe kësaj legale. Për fatë që nuk ka ndodhë. Tani, Adem Jasharit, përbesi kanë bo hile të dyja këtu krah. Ekstremt e LDK-s edhe ekstremt e LPK-s. Ata pse zgjen me neve, këta pse zgjen me neve. Ai ka qenë me gryken e pushkës. Ai ka thonë me gjithë ata që dojnë me luftu Serbin me çliru venin. Adem Jashari nuk ishte në fund të raportet mira, as me LDK-n, as me LPK-n. Nuk ka qenë struktura udhëheqëse, nuk ka qenë në raporte me udhëheqësit, as LDK-s, as LPK-s, ku me ditë sa, jo se ai s'ka dosht, por i kanë bo hile duke luftu me marë edhe njoni edhe tjetri. Çfarë lloj hile është po flet? Për shembull, Dini mund zbulanin po, një për detaj? shembull me LDK-n, që thojnë ka qenë me neve, LDK-ja është distancu për Adem Jasharit. E ka leqit Adem Jasharit. Si. I vetëmi kryetari i degës Skënderajt, që ka qenë prime, ka qenë burim mrekullueshëm, i ka shku në shtëpi, ka qenë derën, jo i herë, po shumë herë. Kryetari, Idris Reci. Por si LDK, si organizat politike, pe Prishtine, e deri në Katun, LDK-ja e ka sabotu Adem Jasharin. Kjo është 100% e Po vërtetë. familja Gesi nga Lausha? Po që ka të full, nuk kisha pas se kur gjë më vetë për ta. Pse? Po, është punë mashtrimi. LDK e ku pas edhe nonën. Po më thuj ti çfarë aktiviteti ka bo nona jam për mes LDK-s. Kur gjë, LDK-ja është përdor për qëllime tjera. Nga shumë individe e strukturat caktume. Për çfarë qëllimi Sikur, komplet? për fitime personale, për karrierë, për... Nga kush? Shumë me nësë kisha dashtë më lëshu, më thonë drejtë. Po flet për njerëz të Drenicës? Po, edhe Drenicë edhe më largë. Po? Edhe për i Prishtine. Nuk është veç për i Drenicë. Edhe në Prishtinë edhe në Drenicë. Ademin janë mënu me bohe njonit krah. A i s'ka pranu me bo me asë njonin krah. Ka thonë unë jam me ata që dojnë me luftu Serbin me çliru Kosovën. E ka thonë botrisht, se ka thonë veç neja në përoda. E ka ditë tonë këto. E ka ditë edhe LDK-ja dhe LPK-ja. Kishte në një moment krisje të madhe. Çka po i kërkoi Adem Jasharit? Nëse ju keni informacion. Po, Kush? ka pas çka po i kërkoi? kërkesa prikrohet LDK-s me dalë përkohësisht sa është heret. Ai, kur ka shku me stërvit, e ka llogarit mirë, a është heret, as është heret. Shqipëri, po? Po, ka shku jenë shku 2 grupe, si që din. Ishte ndaluar nga Gjithë policia shqiptare, thuhet kështu, ishte ndaluar apo? Kjo më vanë që është ndaluar, është... Më vonë, Po, ka po. ndodhë, po. Për ndryshe, ata që kanë stërvit atje shumica, janë këthyn përrendim. I vetëmi është grupi Adem Jasharit edhe Zahiri, po Zahiri thoje se ka me të vetën. Nuk janë këthy shokët e ti që kanë qenë stërvitje mrapa me Zahirin. Është këthy Zahiri, o këthy Ademi, Sajt Jashari, Fadil Kodra, Iljazi, këta grupi i Prekasit. Jenë këthy të gjithë këta. Dhe prej ati momenti që ata kanë dalë me pushk, me upa, është sabatun nga LDK-ja. Mirë po tash edhe këta krahu i LPK-s. Hilet e LPK-s mi përmend, sepse tha i quajtë hilet. Po edhe këta duke po se ai s'po pozicionohet hapur pronjanit krah, me mjete teknike nuk e kanë furnizu mjaftueshëm. Nuk e kanë furnizu sa kanë mujt. E di sa. Kishte kërkuar të lutem jep detaje. Po, detaje. Referoje një pak, po. Edhe Serbia, edhe na, edhe ai vetë e dinim tonë që Adem Jashari flente me pushkën në kokë. Po? Bile kërkesa e fundit e ti ka qenë një muj pa u vra. Kishte bo një marrëveshje me disa djemë
të Shqipërisë, të cilët kishin mi bajt 1.000 armë, me i qunë prekaz, me kushtin, me vëdho 620.000 marka në Tiranë. Po, Këto pare nuk i kanë dha as LPK-ja, as qeveria Bujar Bukushit, as Lidhja Demokratike Ibrahim e Rëgovës. dini saktë këtë? Keni qenë Saktë. dëshmitar? Apo ju ka thënë dikush? Ja, më ka thonë Adem Jashari. Qa ju ka thënë? Më ka thonë, për me u shkarku 1.000 hojt avlis në prekaz me thupra me harç, ka duhet, thupra me harç, unë e kam llogarit çantën me municion, duhet me i marrë 620.000 me shku në Tiranë të edhe Rifa. Rifa është Rifat Jashari, i cili është gjallë. Edhe unë kisha full me njerëz që mbledhnin pare për këtë punë. Edhe me këta qeverisë 3%-shit, edhe me këta azgonat që thëshin na kena edhe stringera. Kisha full me të dyja grupet. Ademi ka nevoj për teknik luftarake. Kur ka ndodhur cili vit? Kjo ka ndodhur 98-ën. Po, 98-ën. Edhe për mi marrë që ato 620.000 ti ke shkuar me Basin Rifat Jashari. ka ardhur Tiranë. e kam fol me Basin, jo, nuk i na shku në Tiranë, se s'u dhan paret. Bacerif ka ardhur, Jepëm detaje, hap pas hapit, Po. lutem, se po bën po, një zbulim një rrethone sipas versionit tuaj. po. Kërkesa e Ademit ishte kërkonte teknik luftarake. Po, Teknika luftarake do të shkarkohen prekaz mas i tipin lekët në Tiranë. po, Unë e kam thirrë Basin Rif se fola me këta të 3%-shit, ma sakt me Gjafer Shatrin, i cili kishte kontaktu me kryeministrin, si pas ti, se do të bojmë që mos me jadho 620.000 marka me shku me i pagu në Tiranë për mu shkarku molli në prekaz. në vitin 1998 kjo, po, 98-ën. po, Në fillim, sa i gjallë Ademi. po, Ka orë Bacerif, ka nejt dy net ka bujt të unë, të tretën dit, i mi dalë, jemi taku me Gjafer Shatrin, në Zvicër. në Zvicër, në Berdë Zvicrës, edhe i ka thonë nuk po i japet, tashaj nuk e përmeni, s'po jep Bukushja, s'po jep Gjaferi, unë nuk e di, kush s'ka doshtë mi dhe, po nuk i ka dhonë dhe Bacerif u këthy me dur në gjepa. U shgënjy, Natyrisht, u shgënjy. si reaguan? Çfarë i tha? Nuk i baj men detalet, po u mërzit qatë shumë, sa nuk e di që është përshëndet. U mërzit. Sepse pritej, gjdo moment pritej, e dinim që shpejt do të ndodhë Nuk ishte goditja. kthim mas. Nuk ishte kthim mas. S'kishte. Para se me ndodhë kjo, ka qenë një kërkes e një gazetari Amerikan, një Chris Hedges. Po, Lidhjen me te, më ka thonë Gjafer Shatri. po, Atër ishte minister për informatën qeverinë e Bukoshit. po, Edhe më thëtë, ky është gazetar, po unë e kam dyshime është edhe shumë më shumë se gazetar. Dhe këte duhet ta din edhe Rifat Jashari, edhe Adem Jashari. Unë e kam thirë Ademin në telefon, e kum pas numrin e tina, pe i kohë. E kum thirë në telefon edhe i kum dha i shoki. Tha orna, thashe kam një musafer ko qef marrë me ta bo një vizit. Na falqim me shifra, Ridvan. po, Thashe, s'po di qa me bon, se unë isha në Zvicër, unë e kisha në zetë edhe but, po a ishte në mal, do isha me i dhomë me kuptu që diçka më rëndësi. Tha, po le djenë mëre? Le djenë. Thash, po qka? Thuje qka? Nuk do isha me thotre se disha që përgjoheshin telefonat. Edhe në gjitha me thotha, a ka brina? Thash, nuk ka brina, thash, po zoni i njihet largë. Unë e dhja që është ma shumë se gazetar, si që më tha Gjaferi. Thash, zoni i njihet largë. Tha, edhe zoni, edhe brina, tha, në qili prikshin, tha, quhe, a është haj që vjen? Edhe e kam marrë lidhjen për mes Gjafer Shatrit me Amerikanin. Jemi marrë vesh ku ma ardha në Prishtinë, cilën ditë në cilën lokal me shku me marrë përveshje dikush pishukve të mi, e aj pishukve të mi është veprimtari Gani Koci, i cili, se këtë sene bashit po, për me shëndet telefonit. ke Koci, Po, po, është keq me shëndet Po, Gania. E thirin telefon. Gani thash më ka marrë molli me pi kafe me ty. Po ku pim, thonë ti kafe, a ishte
Prishtinë, unë në Zvicër. Thash të dojtë o gani. Edhe ja vizatova hotel dojtin, thash të dojtë, se i kemi dojtë njëtin fshat. Ja ka shtit trunin punë të dojtë, ja ka kop antena të dojti. Kur më në shmërë, thash, unë vi kur të më thushtisë, në kisha letë të pagujshë biletën, hyp në aeroplan, hecë pa i dashke me ardhë. Po, pastaj? Me ardhë rrugëve. Dhe mbaroj. Po pas jetë nuk mbaroj. Erdë Gania në Tiron, unë me avion, aja në Tiron. Njeriu që ishte denu e 15 vjetë burg, e që i ka majtë 10 vjetë burg, ka orë dhe ka hongër një racion me 4-5 qepopa. I ka morë detyrat e u këthyje ditën e honë, shku ka përvesh i gazetarin, i ka thonë, a jeti udhëtari? Se parulla ka qenë, a jeti udhëtari? Thot, po, unë jam udhëtari, hajde me mu. E merre qëtë në taksi, e thot taksistit që manë Poljac, se dele e merë dikush, e aj dikush i del vetë, nga një kuci, e merë gazetarin, ne qënë të Homz Jashari, e ka bo një bisid me Homzën, e ka prit Ademi, sigurisht me një skuadër, me qësh i ka dho uzimet i ka dho Gjaferi. Gjafer Shatri. Gjafer Shatri, uzimet i ka dho Gjafer Shatri. Aj më ka shurnetet se si valtarët duhet kënë, kostumet e valtarëve duhet të kënë pajisët e tjera, edhe aj koreografi e tjera, kush ishtë koreografi, kush ishtë thjesht, Ademi e ka prit me një skuadër të ushtarëve të pajisën me teknik luftarake, me uniforma, e kanë qu të Homza, me cilin e ka zhvillu një bised të gjatë, e ka botu e New York Timesi, në fund Homza thët, në sill një armë një 3 herë, e përsërit edhe Gjafer Shatri, se Gjaferi është ai që ka pas lidhin me gazetarin edhe e ka originalin e gazetës që i ka lypë. Në mars, naturisht që 5-6-7 mars ishte beteja vendimtare e familjes Komandant Legjendar Ademi Jashari përballë me forcat tiranët Miloševićit. Plekat një rrethim i hekur që përfundoi me gjitha tragjedi me ranin sublime gjithë familjes, sakrificën e madhe, e cila sipas ish kryeadministratorit Tunmikut Bernard Kouchner është aq e madhe sa që sipas tij po të kishte çmim Nobel për paqë, këtë do t'ja dedikon të familjes Jashari. Kam qenë aty kur e ka thonë Kushneri këtë. Dhe është shumë me peshë, por ku ishte, si me thot, telefonata fundit që kishtit bërë me Ademi Jashari? Me Ademin, mas këthimit të ati gazetarit, kam folë edhe njerë. Datën nuk e moj men fatkeqësisht, nuk kum shkru, nuk e kum ditë që një ditë kanë me modasht. Nuk kum shkru është keq, veç mba mendje. Po, masi është këthy gazetari, e kum bo një telefonat me Ademin, më ka falenderue, pakte që ta shë merë vesh bota, tha që për një me ka u që kësë po thujnë, dikush po thot s'ka, dikush po thot janë të këtijet ati, dhe të dhinë, tha që për një me ka u që kë, edhe aj gazetari, për me pa të gjuni një raket shumë të fort për u që kënë, edhe zhvillimet tjera pas taj dijen. Edhe më shme është ajo sakrificë shumë, po i thujnë masakra prekazit është të mërshme. Gërdit në kure një këtë fjallë. Ajo s'ka qenë masakr, ajo ka qenë sakrificë. Ata kanë ra me vedijet plot, edhe fëmija kanë ra me vedije. Ata jenë përgadit. A besan? Kur morë vesh që mora vesh, mas ju bu publike nga një kohë që mi ka diktu emën për emën kushin mëra. Në telefon? Telefon mi ka diktu nga një kohë. Shumë edhemshme. Ata kanë ra me vedije. Atë ditë kër e pota Mosafir Bacenrif, kom full edhe vetë në telefon, jo veç Bacenrif me Ademin, këna full bashkë. Edhe unë jam një nga ata që i kom thonë largoj fëmin për shpija, edhe se Bacenrif i tha, kërsit jau pushk, kur të vinë kërsit jau pushk një guri me met, ma nalt njone se tjetëri mjetë hatri që nuk qenë rani. E kom një me vesht e mi, Bacenrif. Mjetë hatri, në qoftë se s'javë kërsit një pushk me jarë dhe herë shkjet të dera. Një guri me met, ma nalt njone se tjetëri mjetë hatri. Ademit i ka thonë, e kom një pa përkthys. Por edhe i ka thonë fëmin edhe gratë largoni për jetë ujtë. Basa Rifat, i ka thonë Ademi Jashari. I ka thonë largoni, edhe kërsitja që të vinë edhe herë të dera. I kom tha edhe one, thash, pëse s'pëj largoni, o pasha zotën, tha,
Hadi largoni ti edhe Rifa, tha se s'po m'ngojnë. Pasha zotit, tha s'po m'ngojnë. I ku mësu, tha me këthy pushën, nuk po m'ngojnë, tha. Janë kanë marrë vesh tonë bashkë. A diti që njënë për fëmive të Ademi djali, së dija fitimi, se unë kam qenë Zvicër, a kushtrimi më duket fitimi. Prekaz në holtë ka këcy pej traktorit, se janë nisë që të vatë vëzlet me qute dajtë. 2 qika të Ademit, një djallë pacetrife, një që djallën fitimin, edhe qikën e madhe pacetrife janë nisë me qute dajtë. Pej prekazit në holtë ka këcy pej traktorit të këthyu në Dumenet me babushin. Ishin marrë vesh... Shambull e heroizmit të jashtëzakonshëm. Absolutisht. E fundit, që doja të ndajme, u kam shumë çështje për të thënë të drejtën, detaj pas detaj për të pyetur edhe për shumë zhvillime tjera që kanë ndodhur në rrethonat luftës për udhëheqësit e kohës, për zotin Thaçi, për zotin Ahmet Krasniqi tashmë që nuk është në jetë, ka folur dhe Fatos Klosi, i shefi i shërbimit informativ shqiptar, për gjitha rrethonat e kohës, në detaje, duke zbuluar ato që dinte shërbimi në rrethonat e kohës, për shumë zhvillime tjera, për dallimet, si erdhi bashkë si u bë që këja, cili ishte roli juaj dhe shumë tjera, do doja të ju kenë ndonjë intervistë tjetër për gjitha këto zhvillime. Por, në vijim të kësaj, do doja dhe për publikun të risjell, të përmbledhur një informacion me rëndësi për profilin tuaj, si veprimtar i burgosur politik, ishi burgosur politik, veprimtar, veterani i UÇK-s, njëri që kishe kontakt direkt me familjen Jashari, me të burgosur tjerë politik që ishin në funksion të kauzës për lirinë e Kosovës, je autori 3 librave, Zoti Mehmeti, njëra që mbanem në rrëfimin vetën e parë, si e njoha vepra dytë, Adem Jasharin, dhe ata ishin një, që referohet sakrificës së madhe të Femi Exhev Ladrosit, ku ishe prezent dhe në varimin e tyre. Adem Jashari ra në luftë, fundit pyetja kjo. UÇK-ja vazhdoi misionin, u konsolidua, krijoi partneritet në një rrugë jo të lehtë me Aleancën Veriatlantike NATO, me SHBA-n. Edhe pse fillimisht po e trajton në UÇK-n si organizatë terroriste. U bë kjo aleancë shpejt e shpejt që nuk një historia e luftrave guerile dhe NATO filloi bombardimin. UÇK-ja u aleate e NATO-s. Sot, Zoti Mehmeti, drejtues të luftës së UÇK-s përballën një tribunal Hage që vetë themeloi Kosovën në 2015 me besimin që dëshironte mos i mbetej njoll UÇK-s siç pretendonte Dick Marty që UÇK kishte bërë trafikim me organe. Sot po shohim që aty UÇK organizohet si ndërmarrje përbashkët kriminale. Si e shin gjithë këtë proces? Luftën e UÇK-s nga ajo kohë dhe përballen sot të Zotit Thaçi, Zotit Veseli, Krasniqi, Selimi, Sali Gucati, Haradina e tjerë që ishin dënuan. Zoti Mehmeti, kjo është pyetja e fundit. UÇK sot në syt e një tribunali special. Pa Jasharaj të prekazit. Kjo është një. Nuk do të kishte as UÇK as liri. Pa Jasharaj të pa rënjën e tyne. Pas rënjës e Jasharajve, mund të them pa një 10 figura, të fillu me Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin, Sulejman Selimin, Femi Ladrovcin, Abejen, ka dhe tjerë. Ramush Haradinaj. Ramushin, pra. Po pa tjetër Ramushin. E shumë të tjerë, po. E shumë të tjerë. Po shokët vazhduan luftën. E vazhdu, pra. Rënja e Jasharajve e hapin i dertë madhe. Po. Këta pastaj kthimi i tyne edhe i gjetën këtu Selim Masmari, Sylen edhe Regjen edhe të tjerë, era liri nuk e kishar edhe 100 vjetë. E kam këtë mendim, nashta e kam gabim, por unë e kam këtë mendim. Ka fërkime, ja erdhen vën, ja janë ardhë me hile, ja ardhja e tëne e ka rinë gjallë UÇK-n. E qëti grupit parë që jarë prej Gjermanie, prej Zvicrë, i përmena emrat.
Mirë po. Tani polemikat nuk dolen asnjëherë. Ato se Mu kem po më intereson Kauza, qëllimi madh. Kauza Qëllimi madh u arrit. është arrit. Po. Absolutisht. U që kë ishte aleat me Po pra. Aleancën Veriatlantike. Po pra. Në një rrugë Po pra. për një të drejtë. Po. Për të hequr Tiraninë e Miloševićit. Absolutisht. Dhe kjo ndodhi. Tani, mas lufte, a ka pas gabime, ka pas edhe gabime. Po si? Kush punon gabon. Të panuar. Ndërsa kur vim të gjykata, është një padrejtësi tepër e madhe. Është padrejtësi e të mërshme. Me bo barabar dhunusin me të dhunumin, viktimen me agresorin. Kjo veç të na ka ndodhë. Ka ndodhë për faktin se edhe nuk është liru mjaftushem vetë, nuk kem nivel sa duhet vetë, edhe tash po na thojnë zotnit lidhe kolin këtë thamon. E tha shumë bukur puna e raportit të këmortit, e solli edhe gjykatën, u pajtum që të ndodhë gjykata me shpresën, u tha e vërteta, me u hjek kjo barë, kjo njollë, që ju vu barë Kosovës. Jo vetëm Kosovës, po dhe alatëve tonë. Edhe alatëve, pra, edhe Shqipërisë. U që kishte partnere NATO, Absolutisht, po Washingtonin. edhe Shqipërisë në pa cilën kohër s'kishim mujt me pa ditën tonë. Shqipëria është aja që paspori në ka vedisu, ne kino studio Shqipëria re në ka rujt me u bo slav e para punës, e dyta, kur erdhi ditët e vështira me durët e mija, kum qelë orka, të konzervume prej viteve ekstra të desinume për luftën e Armatim Kosovës. Armatim për Kosovën. Në edha buken, besa në edha djemët, na kemi pas oficerat të shtetit Shqipërisë, oficerat që na kanë zdrit ftyrën, se na kemi pas vullnetin e madh, po tjetër është vullneti, tjetër është dia. E kur bën këto dyja bashkë, tani i pet edhe rezultati. Mu më ka ndodhë se unë në 98 kam qenë në Drenicë gjatë luftës, kur shpall mobilizimi, se kesh këthy mrapa, kam qenë edhe në Paris, rundi 2 i bisedime kur ke. I kam taku këta. Në Paris, në Shkurt. Paris, po. Po. Rundi 2 kur ka qenë, kam qenë edhe atje. 99, por po. kur shpall mobilizimi, ko barë me shpres me i prap Drenicë, em ka ndalë në kufi strukturat udhejtëse të uqëkës. Edhe unë ato ku punu me oficera, unë kam qenë vullnetar, edhe sad jam për çdo gjë me vullnet sa dush. Edhe sa thu? Po Sad të jam i nevoj gatshëm Kosova? me vullnet kam sa dush, po a kam fuqin, a kam dijen edhe a kam elemente tjera që duhet me i pas. Këtu i kum prek në Shqipëri. Oficerat e shtetit shqiptar Se shumica. për moment punë në Shqipërisë, po dyshon që ka njerëz shumë në Kosovë që nuk janë mirë njohës, ndaj asaj që bëri Shqipëria? Ka për fat keq. Jo veç që janë mirë njohës, po janë edhe propagandus, anti. Po nuk e ha pazari këto, me gjithatë, unë i preki, unë i shoh, unë i dëgjoj. Është gjuna, është e dhimshme. Është e padrejt. Shqipëria, nonë që thoshte Baci Adem, na ka dho buken, na ka dho barutin, na i ka dho dhe djemë, pash zotin, pash Shqipëri, se këshim pa ditën tonë. Se këshim prek lirin. Zdi qa më thonë tjetër. Kjo është për mu kështu. Falenderoj shumë për kohën në këtë intervistë mbi një orë. E shumë Ndërqef, falenderoj edhe për në ftesën. moment tjetër do ta fokusojmë për një periudhë caktuar kohë. Kjo ishte një intervistë rekapitulim mbi atë mozaiku, me pjesë të mozaikut të aktivitetit tuaj nga periudha kur e burgosur, nga qëndrimi në Basin Adem, nga ajo periudhë frymëzimi, edhe nga trashëgimia të parë vetëm mbase, e matutjet njoja me Adem Jasharin, lëvizjet e mavonshme, gjithë ajo periudhë që u bëri të përfshirë direkt në gjithë ato informacionet që thatë se i keni në shërbim. Faleminderit Ridvan, faleminderit TV Arbria. Më dhatë mundësin me tha edhe diçka. Mendoj që nuk është dashur me i hesh deri tash, po se di se pas na pas fatin sa takova aty rasti mreti botës. Me ty jemi taku rastësisht. Faleminderit. Respekt për juve, për Faleminderit këtë shumë. grupin e shqiptarëve të Kosovës që skalon gjop apo çdo lloj sakrifice për lirinë që gëzojmë sot. Faleminderit shumë. Ndërqofsh. Suksese.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.